Spektakli I shumëpritur Big Brother VIP Kosova 4, I cili nis nesër më 17 nëntor, ka zbuluar edhe opinionisten e dytë që do të marrë pjesë në program. Sipas burimeve brenda produksionit, në kolltukun e opinioneve do të ulet këngëtarja e njohur shqiptare, Leonora Jakupi. Kjo shënon herën e parë që një edicion I Big Brother VIP Kosova do të ketë dy opinioniste femra, duke sjellë një dimension të ri në debatet dhe analizat e brendshme të spektaklit. Fansat e programit kanë shprehur entuziazmin e tyre në rrjetet sociale, duke theksuar se prania e Leonorës do të sjellë një energji të freskët dhe perspektiva të ndryshme mbi ngjarjet brenda shtëpisë më të famshme të Kosovës. Gjithashtu, pritet që dinamika mes dy opinionisteve femra dhe pjesëmarrësve të programit të jetë një nga atraksionet kryesore të sezonit, duke e bërë çdo episod më të diskutueshëm dhe tërheqës për publikun. Identifikimi I Leonorës si pjesë e stafit të opinionit vjen pas një pritjeje të gjatë nga fansat, të cilët tashmë presin me padurim të shohin bashkëpunimin e saj me opinionisten e parë dhe reagimet e saj ndaj lojtarëve dhe situatave më pikante të shtëpisë. Big VIP Albania ju njoftoi ditë më parë se Olta Gigjari dhe Leonora Jakupi do të jenë dy opinionistet femra për këtë edicion. Por tashmë lajmi është zyrtar për të gjithë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.